Përshëndetje, unë jam Ilza Uka, jam 18 vjeçare dhe jam basketbolliste. Kalimi im në Amerikë ka filluar pas përfundimit të sezonit së parë të këtij viti, ku kam marrur oferta nga kolegji Seward County College. Qëllimet e mia është pas përfundimit tim 2 vjeçar në këtë kolegj, është të mbrij në NCAA Division 1, pasi që është niveli më i lartë i kolegjeve në Amerikë dhe pas asaj të bëj një karrierë profesionale në Evropë. Dasnia ime për sport ka qenë gjithmonë që kur isha e vogël, por dashuria për basketboll filloi kur në shkollat tona erdhën disa fletushka për të regjistruar fëmijët në basketboll dhe aty u regjistrova te klubi Junior 06. Lojtari im i preferuar është Kyrie Irving, pasi që luaj edhe pozitën e tij. Në Kosovë më herët ka qenë pak e vështirë të mirësh me basketboll si femër, por me kalimin e viteve, sidomos në këtë vit, ka qenë përkraja e jashtëzakonshme nga federata dhe nga shumë sponsorë tjerë, ku tani edhe kushtet janë përmirësuar më shumë në ekipe, pasi që edhe trajtimi është shumë i mirë për sportiste në Kosovë. Unë mendoj që të gjitha vajzat duhet të mirën me një sport, por kryesisht me basketboll, pasi që është një sport i cili të mban gjatë gjithë kohës në disiplinë, aktiv dhe po ashtu në jetën personale të zhvillon shumë si një karakter. Momentet më të rëndësishme të karrierës time si basketbolliste kanë qenë kur kam qenë selektuar në përfaqësuesën U20 në moshën 15 vjeçare. Tjetra ka qenë këtë vit kur jemi shpallur kampion në divizionin C me përfaqësuesën U18 dhe po ashtu edhe pjesëmarrja ime në Superligën e Kosovës këtë vit, e cila do më ndihmoi në transferimin tim në SHBA.